Lo sé de tú. Makideru Baija. E po grupi kena ardhë në episodin e tërsit. Mos na I bë tërës tashi. Ore, mund t'jetë numri tërsit, pa ajo që do flasim nuk është tërës fare. Ja, është super film, E, po, super legacy. Përshëndetje Na Jero. doli mjekra. Hello. Na doli Përshëndetje, mjekra. Më në fund shifash. Po tashi e çik më mirë. Sot kom emocion Lele. Jo, edhe nuk do kam Realisht. emocione. Të gjithë kete. Ti e thua për sy të keq që është. Jo, tërës, se nuk e kjo është them mega fare jo për tërës, sy të keq, vlla, se e kam shumë seriozisht. Po, ecore se kemi ne tërë. Atëre, prezantoj mirë filmin se këto flasim, pastaj të ftuarën speciale që kemi për Çfarë sot. nostalgjie do ndodhi sot. Zonj. Ore, është zënjush. Super Është zonj. zënjush, se të griva. Të griva. Zënjush. Të griva. Sot kena për të folë për Pinokun! E nostalgjia vlla. Fëmiria, vlla. Nostalgjia vlla. Budallin kur kemi Po, edhe qenë. budallin, Tre e. plëmb. Si qyrsiena prej druri. Që I besoheshim që po gënjeve tritet hunda. Jo, Është e mami mu si vogël, kam qenë Renacak I keq. Po t'ishe si Pinoku ti do e kishte bot 2 herë rreth e për qark botës xhirën huna jote. por un po un po them se qyrsiena prej druri se na ishte bo hunda e keqe po leje. Levlla se Jena do mirë. kishim zjarr me Jena ty për mirë, jena dimër. mirë, Okej, jena okej, mos mu allakat Lele, mos mu Plase. allakat. Plase. Sot kemi një ftuar shumë speciale. Kemi një aktore, një regjizore, një pedagoge, një artiste shumë po shumë e veçantë, Rozi Kostani. Faleminderit. Energji pra, energji. Knajsi pafund që jam mesin tuaj edhe me këtë energji fantastike. Shumë Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit. Jemi të nderuar që jeni këtu mes nesh. Pa ne tash zënjush, Po ku na si mund të bekohet. thosh zonj? Zonjëre, zonjë që zonjush. Si është yll bote. Ora ma është pësysh. Ose merr pësysh, po. sorry. E lash. Jo, kujdes mos e bëni kështu se rritet puna. Zysha mirë se ke ardhur. Për gjithë ju që e dëgjoni që I thras Zysha ka qenë pedagogja ime në Akademinë e Arteve. Sa me fat që jem o bër. Dgjoj, unë I them pedagogë se më kam mësuar shumë gjëra, po për fatin tim të keq, të budallikut tim, nuk kam qenë në klasën e Zyshës. Po s'ka. Për një budallik që bëra, Po Ja, si ja. të vjen që zor. ngatrova dek, Po por së vjen zor. Së vjen zor. Dysha, edhe një, mirë se ke ardhur, edhe do doja shumë tashi për gjithë shikuesit që janë të rinj, qoftë edhe për nxënësit e tu se kanë qef kur qofin, na bëhet shumë qefi neve kur ju shohim në emisione. Eksperienca juaj me dublimet si ka nis? Shumë e hershme. Pinoku është filmi I dytë që u bë dublimi tek topi. Okej. Edhe ftesa kur më erdhi u emocionova në fakt, edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme sepse dublimi në atë kohë bëhej krejt ndryshe nga ç'bëhet sot. Kishte shumë vështirësi, kemi bërë 1 muaj punë për ta realizuar, po. Se si bëj atëherë? Atëherë bëhej kështu që ty të jepej ta shikoje, ta dëgjoje, po. Dhe ta rije ta memorizoje qoftë karakteristikat, po, dhe pastaj ti duhet ta riprodhoje. Ta bëje vet. Po. Edhe ta rije sinkronin, kjo ishte më e vështira. Për duhet ta bëja unë sinkronin. Kjo ka qenë nuk e bënte teknikun. Jo, nuk e bënte siç bëhet sot. Pastaj më vonë unë si kisha fare problem sinkronin, do s'kisha problem fare. Buket gjatë atëherë pastaj. Po. Tu e bo kështu me veten tata, kupton, ta kapësh vetë sinkronin. Po, ta kapej vetë dhe kaq se ti duhet kapje temporitmin e personazhit, besoj Arlindi më kupton shumë mirë se ç'a duhet të them. Ndërtimi I kurbës, pra se si duhet të vinte ti të realizoje ose marrjen e faktit ngjarjes, të realizoje kurbën e dinamikës, e emocionit edhe kështu ishte vërtet shumë e vështirë, por besoj që ka diçka shumë më të bukur. Nuk I humbet suspanca dhe emocioni shumë, adrenalin. Ka adrenalin më të madhe, sepse ti fokusi jot është maksimal për të kapur sinkronin dhe ti jep dhurohesh e tëra. Jep vetëm 20 detyra paralele aty. Po, 20 detyra. Shohësh tekstin, dëgjosh në kufje, të reagosh, të kapësh sinkronin. Përgjithsisht për tekstin për shembull nuk e lija punën aty se e përgatisja në shtëpi tekstin, kisha bërë një analizë, kisha bërë gjithçka, kisha parë shumë herë filmin, sigurisht, unë merrja kasetën me vete, në atë kohë me kaseta. Po me DVD, dhe pastaj ka DVD. Po, shumë e bukur, shumë eksperiencë e bukur. Keni qenë tjetër. Ka qenë nga kasetat e para që unë kam pasur në shtëpi vëlla. Po, Pinoku,
kanë qenë pasi Simbadi, ta tjerët. Sa të bukura kanë qenë, dhe çfarë nostalgjie. Vërtet, po shumë e Shumë bukur, ka qenë nostalgji. shumë e bukur. Eksperiencë fantastike, një muaj punë çdo ditë nga 2 orë. Ka qenë shumë emocionuese kur të dilte se e bëj një premierë në tek Topi, bëj shumë e bukur edhe premiera. Dhe emocionuese se duhet ta shikoja me gjithë familjen, isha në ankth si një premier filmi që ti ke luajtur. Që ke bërë rolin tënd. Që ke bërë rolin tënd. Po se ka qenë roli kryesor. Roli kryesor ka qenë. Pinoku. Edhe për të zëri ishte sepse ata që më zgjodhen mendonin që zëri im kishte cilësi të një fëmije, që se kur je fëmijë deri në moshën e pubertetit, është i pandryshuar, pra çunat e kanë të afërt zërin me gocat. Edhe prandaj zgjodhen zërin tim dhe që ka timbër të veçantë. Kjo ishte cilësimi. Sa fair. Nga zërat më të veçantë. Në gjithë pjesën e dubluse, jo për të bërë qefi, realisht. Nostalgjinë e kemi tani, a kupton, zëri jot është shumë i kujtueshëm. Nuk hap dot televizorin, ta çosh në ndonjë film ose ta shohësh Jo, që është jeni, dubluar dhe zëri yt, unë e dalloj gjithmonë, direkt, them është zysha them, është Rozi. Madje një ditë Mos rresa as ti as unë se kishim kuptuar që ishte Pinoku, derisa e rikujtum dhe herë rihapo. Pinoku ishte shumë e vështirë. Po diskutoja me motrën edhe i thash do bëjmë Pinokun, do kemi Rozin dhe shumë. Po i tha, e ka bërë femër dha Pinoku, po e thashun. Po e thashun. Domethënë aftësia juaj për ta bërë atë si personazh me timbrin dhe me të gjitha është e jashtëzakonshme. Sa unë domethënë duke e parë dhe duke studiuar për filmin, pash që dubluesi origjinali në anglisht ka qenë një djalë 10 vjeçar dhe siç kam dëgjuar dhe nga ato çka kam lexuar, aftësia e tij në dublim ishte e jashtëzakonshme për moshën dhe për periudhën. Ka qenë me ato gjenitë, si një nga dublimet më të mira të këtij djalit, 10 vjeç. Super. Unë isha 23. Po që ta arrihet i njëjti dublim, domethënë dhe t'jepet po e njëjta Impakt, po t'jepet një Po, e jashtëzakonshme. Një super arritje është. Ju e keni bërë më bukur. Ja. E keni bërë më bukur ju. Nuk e di, se e bukra dhe... Ore ta themi ne që kemi parë. Faleminderit. Se ju jeni modesta, kupton, thoni, ja, po është e mirë, po ne që kemi parë e dim. Po mendoj që puna asnjëherë ka gjithmonë më mirë. Patjetër, e mirë s'ka fund. S'ka doli shpirti i artistit. Kështu që unë edhe si natyrë kërkuese nuk kënaqem me pak. Ashtu nuk knaqemi me pak. Kjo mbase më. Kemi një surprizë se ti me Sadio sot ke dhe i ditë shumë veçantë. Po pra! Gëzuar ditëlindje! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Unë dhe Rozi, jo zysha se fatkeqësisht nuk keni qenë zysha ime. Dhe ju mbaja shumë mirë. Nga ata Unë po jam një dhurat me që nuk kam qenë ndonjëherë zësi ju, e keni një dhurat me Enzo Atini. Shumë, wow. Shpresoj pojë një herë që pëlqej, që hapeni, wow. Në zorpres? Faleminderit shumë. More zyshë, more jo gentil. Sekondër, keni tuaj ju. More jo gentil. More jo gentil, do më keni kjo fjallë. Jo gentil edhe spec. Edhe spec. Mos e merrnim sy zyshën. Po shoh, faleminderit shumë, do ta bëj që tani. Vendose, wow. Super. Wow, faleminderit. Ju shkon me veshje. Edhe 100. Edhe një. Faleminderit shumë. Jepni mua Sa më shumë vitet lumtura dhe vetëm suksese dhe arritje. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë, arritje. shumë të mirë, faleminderit. Ju na keni mësuar që jemi kaq mirë, po tash mos Na emocionuat Si shumë, gëzohet ai, dritërohen se Arlindi ishte kështu nga ata student që thoshte zysh të lutem trinjohem mësimin. Vetëm këto. shkoja mësim timin, o vlla, shkoja te regjia atë, aq që kisha. Nuk ka pas faj. Po pjesa e karrierës në aktrimit dhe regjisë, si ka nisë? Okej, do kthehemi tek kukullat, po prisni. Po, në fakt që në krye të herës të këtij studimit të aktrimit, në etydet e mia si studente, siç ke qenë edhe ti, pedagogu shpesh herë më thoshte që ky është etydë regjie. Dhe kjo si duket u fut thellë në subkonsciencën time dhe lundroi për vite gjatë edhe eksperiencës si aktore në shumë role. Se them drejtën, më ka përkdhelur edhe fati, duhet them, se nuk dua të jem kështu
nga ata që mburren që vetëm unë kam punuar më shumë nga të gjithë. Jo, gjithë përpiqen, punojnë, dikush ka dhe fat se kur bëhet ai urimi kur lind dikush është shumë i mirë të thuash të ketë fat. Po. Përveç të tjerave dhe shumë fat. Dhe unë do ta cilësoja veten njeri me fat, sepse unë nuk kam rreshtur së punuari që kur kam mbaruar akademin edhe deri më sot, domethënë 2 periudha 2 vjeçare të shkurtra kanë qenë vetëm kur kam lindur kalamajt. Me jetë. Sa kalamajt je? 2. Gocën, me jetë. 22 vjeç edhe çunin 19 edhe me fat. Faleminderit. Do ta vazhdoj çuni në akademi? Jo. Ai është shumë mirë. për Si ju. ke lejuar, shumë mirë. Jo. Shumë mirë. Nuk sa lindën s'keni për të bërë kështu. Jo, sa lindën ju, thash detyra. Për Vetëm këtë jo. Qa të duash, vetëm këtë jo. Këtë lejen. Jo. Jo se kam shkelur shumë atë rrugë, unë nuk ka nevojë gjithë familja. Po, ju që keni vujtur ja dini hallin, ja dini hallin. Pastaj te fëmia të dhëm. Ju nuk e keni kuptuar akoma. Jo. Pastaj më vonë kur të bëheni prind do ta kuptoni edhe dhimbjen e prindit për juve që në çdo moment drithërohen për çdo etapë të zhvillimit tuaj apo për çdo pengesë që ju hasni në jetë, ata drithërohen shumë. Edhe mendojnë dhe prindi ka një vest keq, mendon vetëm keq. Po e keni çik, sidomos ju që ju nga ne mamat tjerë më keq akoma. Ju mamat. Ne shikojmë vetëm ëndra. Te shtëpia. Djali. Po pi kafe me ma. Jo, ktheu në shtëpi. Jo, ku ta diun. Vajti ora 10. Nuk jam unë aty me ty që ta diun Nuk e që je diun ku mirë po ti. shkon ti me këfo bre. Ndërkohë sa ja rriti. Dhe pastaj kur shikon lajme në televizor, mirë, zemra nga vendi. Çfarë bëj? Jam edhe unë mama, jam. Ja kur të bëhem dhe unë mama do ja u di hapë. Ti zoti inshallah nuk bësh kur mama se moda është. Moda ja, Lili ka barku, ka 4 muaj se barku. Wow. T'ju them edhe një fakt tjetër me një film vizatimor, me dublimet para se të lindja çuni 9 muajsh është shtatzan, domethënë nesër më ne kisha lënë datën 20 janar për të lindur me operacion edhe kam dubluar deri në ora 10 të darkës dhe filmi i fundit filmi i fundit ishte tek Fantastikët. Po. 4 Fantastikët. Është Edna. Atë vdes për atë figurë sepse e mbaj mend qoftë për këtë shkak. I thoja regjisorit, po të lutem, s'duhet vonoj shumë se nesër kam premier. Dhe ai më shikonte nga barku, çfarë do lushti? Me gjithë të barku do lush. Kam premier nesër në ora 8, duhet jesh. Si ore ti kam koncert maternitet. Jo, kjo është hard working, a kupton? Kjo është tjetër nivel, a kupton? Kjo është tjetër. Dhe kam bërë atë rol dhe kam shijuar pafund. Dhe ju thash në fund faleminderit që ma bëre këtë dhuratën. Se do shkoj krejt ndryshe dhe zëri im aty nuk njihet shumë. Jo, vetëm kur e kam parë. Vetëm kur e kam parë në titra. Për më tepër, atë në fakt unë doja që t'ju atë citoja, sepse është një ndër rolet që ju e keni bërë që unë thjesht ta adhuroj, sepse momenti që mua më pëlqen më tepër është kur Lasika e kupton më në fund që ajo është e keqja, dhe momenti që ajo përplas dorën te xhami dhe është ajo egërsia në zë. Sa bukur e keni bërë atë. Je Lastika. Dite vetë zemër. Ishin fëmijë. Ajo ishte vibe më vete o bura, ishte chill. Ajo ka qenë. Katër Fantastike ka qenë, po do doja të kishte një rol çik më shumë aty. Po të kishe Elastika ty do të shkote fiks. E ka bërë Luli Bitri mos gaboj. Po, Luli e ka bërë. Luli Bitri. Po. Po prap do të shkote shamen. Jo, unë për atë karakter jam kaq entuziaste, edhe se nuk para e pëlqej veten shumë. E kam të defekt kështu. Se? Nuk e pëlqej, po. Pjesa dërmuese se mos themi të gjithë kot se. Po pra, se unë jam te kjo pjesë. Ti. Lumë si ti. Po tash na mësoj një çik. Nga një shprehje po komplimentove veten kush do të komplimentoja. Po se mbajtet sik veten me të mira kush do të. Duhet ta duash veten që të duan të tjerët. Po ky fle me pasqyrë, nuk fle me asnjë. Çfarë në mëngjes a kupton? Sa i mirë. Shumë i tur askush. O flashback sot e shkollës. Sa e mirë ja. I them studentëve një ndër shprehje, kështu që ne kemi një sëmundje, thot Stanislavski, nuk e them unë në fakt, që
deliri është sëmundja jonë më e madhe. Kështu që duhet të ruajmë shumë që të mos e përqafojmë veten. Është një lloj antidode, nëse ti e merr helmin, ti duhet Se s'bën ilaçin se s'bën se ndryshe ike. Gangrenizohet. Po. Wow. Megjithëse sot është moda tjetër, ka dalë një trend tjetër që sa më shumë ta shpalosësh vetveten e ta duash vetveten, nuk është aq më mirë është. Tip atraksioni. Po. Unë do thoya që ndoshta okay. Unë jam e vjetër tashmë. Ja me Nga zemra je 23 vjeç akoma, sa mos ajo. Ajo është 40 leje, po jemi akoma. Tjetër gjë. Po e shkapelën se 70. Rri aty ama. Rrita më shtatin. Kur na bjerë drita hisha. Jepi edhe këtë informacion në fundit çka ke bërthon se na unë do të na shkoj ora e pjesës parë. Po mirë më dhe ti, kemi zyshën këtu. Patjetër. Po shoh. Kam kasapin sipër, që të veshë. Kasapin e rregulloj unë. Japim ca mish të presë, ja bitën. Ma beba. Ne kasapo vazhdo sik me mishin vlla. Scramboli. Scramble, tamam, kujtove. Thash dhe në fillim, ju e paraqitët më njëherë shpirtin e artistit. Domethënë ta duam veten është një ndër elementet më kryesorë që duhet të kemi, por nga ana profesionale unë besoj gjithmonë që nëse neve synojmë gjithmonë më mirë dhe themi gjithmonë që okay, këtë punën e bëra mirë, por mund kisha dhe më mirë, te tjetra do jem akoma dhe më mirë, kjo është çelësi i suksesit për gjithë ata që duan të bëjnë diçka shumë të jashtëzakonshme dhe shembulli live. Qego e geni, s'ka më nevojë për lla. Urgjent thoni marshallah, se diun ju diun juve, e keni sytë keq ju, marshallah kthehena pjesën tjetër. Okej, kthehena pjesën tjetër. Bravo Galeg, më pëlqeve këtu. Shadow Clone. Erdhëm këtu në pjesën e dytë, por do ta nis me një pyetje. Po mirë pse ma tradicioni. Muzika. Është një pyetje realisht po e mendoja dhe kisha shumë dëshirë të merr edhe opinionin tuaj. Te filmi Pinokut, kemi një nga elementet më drithërues, që është Ishulli Gallat. A mendon se është një simbolik për shturje njerëzore apo një parlemërim për fëmijët? Po, simbolik është. I tërë Pinoku është simbolik. Është shumë interesante duke filluar që nga prindri që kanë nevojë për një gjurmën e tyre në këtë botë, një krijesë të tyre. Dhe ata imagjinata dhe fantazia zhvillohen aq shumë sa e lindin nga një objekt. E bëjnë të besueshëm, e besojnë aq fort që është një vepër tjetër, pastaj kush ka frikë nga Virginia Woolf, që imagjinata e tyre pjell një fëmijë kurse se kanë fizik. Është shumë e bukur kjo ndjesi njerëzore. Dhe pastaj frika, unë besoj është e lidhur me frikën e prindërve. Që ne duam të imagjinojmë më të mirën për fëmijën, por në fakt manifestojmë një gjë të keqe, që e përmendëm pak më përpara. Meraku po bëhet aq dominues sa e sundon këtë të mirën. Unë në këtë mban të mbyllur. Po, në këtë këndvështrim e kam parë këtë film. Pra besoj që është e tëra nga frikrat tona. Frika jonë që mos do i ndodh diçka e keqe, dhe ajo zhvillohet edhe ai shkon andej, vërtet shkon andej. Vërtet e bën të keqe. Është manifestim, besoj. Tani, për sa i përket këtij ishullit, të gjithë ne kemi nevojë të shturemi, të ikim nga rregullat, të shkatrojmë rregullat. Edhe unë jam dakord ti shkatrosh rregullat, por e di kur duhet ti shkatrosh, kur ti njohësh mirë. Pra unë mendoj njihi mirë rregullat, ju a them edhe studentëve shpesh, edhe në profesionin ton. Ti nuk mund të bësh diçka jashtë rregullave pa e njohur rregullin. Pra, edhe Pinoku në këtë konkluzion del vet si personazh. Pra ai çedoi, ndoqi rrugën e dikujt tjetër, atraktimin, ne jemi qenë shumë të brishta, ne atraktohemi nga një kompliment, prandaj Stanislavski ka të drejtë kur thot kujdes nga deliri. Se po i lidh tani gjërat. Prandaj edhe Stanislavski thot kujdes nga duartrokitjet, kujdes nga një fjalë mirë, se jo gjithmonë është e mirë, ke planin e dytë, kur ty të thuhet të rifen shpatullat e mbrapa ngërdhesh suratin, pra ti nuk ishe në nivelin e duhur, po ti merr dozën e helmit sikur je në nivelin e duhur. Në këtë çturje bie edhe Pinoku. Pra nga përgdhelit që i japin, nga fjalët e mira, ti do bësh i madh, ti do bësh aktor i madh, je kështu, do bësh një star. Do bësh një star. Ndërkohë ai kontrollonte kështu si. Dhe në fakt e menaxhonin atë, e drejtonin, e çonin diku tjetër. Dhe them që
një mesazh shumë i mirë për fëmijët është që ti të mos manipulohesh nga të tjerët, mos manipulohesh nga një fjalë e bukur në Nga e bukura thonjza, vetvete. nga fasada, Nga fasada, po duhet ta lexosh tjetrin më në thellësi. Pra të dish ti lexosh njerëzit, edhe shpesh ne prindrit i japim porosi të tilla që kujdes nga një karamele, nga një huaj, kur ti se njeh. Është fiks karamelja nga dikush i huaj. Se të mos ato karamelet me kafe, se janë shumë të Mortimor. Unë të që të thoshte. Ato me kafe, Ore, shumë isha e bukur ishte. Isha gati për t'ja plas të qame, se për shumë ka polo, bra. Isha në për t'a thuja jatë qikë. Shumë e bukur, bravo. Isha, kishte gol, 1-0 për ty. Vallaj, shumë e frikshme ishte ajo historia Pinokut, se ma kujtoj zysha. Njerë u bë si tip sklavi, do më thënë që e morja je bënde si papet. Pastaj shkoj për pak u bë gomar, pastaj shkoj në barkun e i balene, kalamoj shkreti molla. Dhe kishte shok ngushtë i bult. Po çfarë? Nuk ishte shok i ngushtë, ishte ndërgjegja. Po ndërgjegja shok i ngushtë është. Në do ta dëgjosh apo jo? Pastaj zgjedh, ke zgjedh. Por të lutem, se unë do bëj atë që ti më akuzon gjithmonë, që ta shkatroj filmin. Jo, të lutem, Se më akuzon gjithmonë që unë shkatroj filmin. Po ke për ta shkatruar, ose vdek me hajer, çfarë do të Do na dali dhe Pinoku me ndaj gjë kështu të keq. Do dali do një djall ku dëgjon. Ju lutem thjesht. Ky është leximi i kohës tonë, kështu që thuaj çfarë duash. Është i jepi dale. Ne jemi rrim të old school. Lasja. Ne jemi jepi, është Disney jotja. ka dalë në vitin 1940. Dhe nuk pati sukses, normalisht edhe për shkak të luftës. Por, historia origjinale ka dalë që në 1884. Dhe është aq dark, kuptimin e plot dhe të parë të fjalës, Pinoku që na njohim, në versionin origjinal ka qenë i keq, mashtrues, tallës, nuk e di, të gjitha i bënte. Dhe gjithë rrugtimi ishte që ai u mashtrua, u shit, u përdor, u dhunu, nuk di më çfarë si ka ndodhur. Më ke se çfarë ndodhet te filmi ju? A e bën zjarr për dru? Falje. Dru për zjarr. Se vetëm kaq ka ngel. E varën. E varën. Po për Kishte druri qapa ai, ishte. po për druri ishte. Ky ishte edhe unë kur e lexova ishte këtu, po ai ishte prej druri. Po nejse tash, okay. Psikologjia e asaj kohe. Pas ka të më keq. Po, dhe historia është edhe ai Johnny ndeshëm bashkë me Qelpsin. Edhe ato janë tek historia origjinale. Ato në fakt në historinë origjinale paraqiten tamam si një macë dhe një kafshë tjetër. Dhe i thonë që eja nëse e mashtrojnë, kishte 5 monedha ari. Po. Unë kam 5 monedha të arta. Që shkëlqen në dritën e hënës. Dhe i thonë, nëse ti mbjell këto në filan vend, do bëhet një pemë e cila do ketë akoma më shumë monedha ari. E mashtrojnë, nice, përfundojnë që këta ju ndodhe keqja dhe Pinoku më në fund ta e kupton që duhet të ndryshoj, që të bëhet një djalë i mirë dhe vazhdon domethënë jetën me xhepeton, si një djalë i mirë dhe siç është për të një djalë i vërtetë. Fundin e pas ka patur happy end, ëh? Po bëre Po pas ka qenë të merr. Jeta shumë të merr. Nuk di çfarë të them. Ata kanë patur nevojë ta çojnë deri në ekstrem për të kuptuar që ti duhet ndryshosh, për të kuptuar kthesën. Mega që mos shkosh deri aty. Kujdes ka akoma. Do moti se. Shumë interesante, shumë video në rrjete sociale që tregojnë për teori konspirative ose kështu, dua ta lidh me Shrekun. Hajër. Do na shkatrosh dhe Shrekun tash, Po prit mos se kemi folur. Jepi. Gomarit e Shreku? Depresion dhe ai si gomarit e Winnie Poohja. Ja. Si? Po ta bëjmë lidhje me atë që thash në pjesën e parë te Kishulli Gallat. A nuk transformohen ata kalamajt e vegjël në Gomer. Njëri nga ata që flas. Njëri nga ata Gomerët është ai Shreku. Jo, si kalamo. Ja po. Është ai shoku që i thon, "Çfarë duke më tyre gamore?" Këtë se ka dubluar atë sapo. Nuk e di Lale, po shumë e duke Dritan Boriçi, m'duket. Jo, mos ai o burr nuk më vjen me. Nuk e mbaj mend, por që ndjes, po nuk e mbaj mend. Kur e mend. kam parë këtë faktin isha këtu. Po Disney i ka bërë gjithmonë këtë që kombinimet i kombinon shumë. I ka postuar gjithmonë karakteret në filma të tjerë. Po shumë bukur ka bërë se i lidh historitë. Pra është bërë personifikimi atij Gomari se çfarë është, atëherë pse të mos e marrësh edhe ta çosh këtu.
për ta vazhduar linjën. Shumë bukur. Plus një film që mund kujtohet, një karakter që ka bo Zysha që edhe tash që flet normalisht që kujtoj direkte është Sally te McQueen. Me të tjera McQueen. Ai Porsche blu. Ajo bluja isha unë. Qa perle. Ai ka qenë karakter. Jo, më dhe kur qesh është një E di kur e lidh të qeshur me momentin që i tataj, mos është një tatuazh i vogël që shoh aty nga mbrapa. E ke ata? Qa perle. Ua, sa bukur e atë. Vetë të me McQueen, Zysha, mban mend do pak si kështu, si ideja, si proces pune, si ka qenë sa e vështirë apo? Jo, të tjerat kanë qenë shumë më të lehta edhe vetëm Pinoku edhe telenovelat e topi ato kanë qenë të vështira. Keni bërë telenovela? Po, kanë qenë kam qenë Andrea tek për ty. Kush e shikon telenovelat? Edhe ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, se prap kam qenë shtatzan. Dublime të mira i bën keni kur jeni shtatzan. Jo, më të vështira. Më të vështira atë. E morti. Më të vështira, se dublime kam bërë edhe pastaj. Por të vështira sepse në ditën e parë të xhirimeve, se i kemi regjistruar me dialog. Okej. Tash xhirimeve, po të regjistrimeve. Forse E zakon. bërë me dialog, po edhe shumë e vështirë. Dialogu tmerrsisht i vështirë, sepse edhe të kapnin sinkronin, si do ta kapësh në dialog. Me dy veta në studio, keni qenë dy aktorë brenda studio dialog. Dialog, deri në 4 të mëngjesit. Nga Pas ora keni qenë fix. se maj me ndiku nga 7 kemi bajt mbas dite, deri në 4 të mëngjesit. Një lodhje, një raskapitje fantastike. Po si të shop ka atje. Si më i bukur. Fantastike, wow, dialogjet, vetëm se kam marrë emocion shumë të bukur, se fillon e të bëhet gjuha jote pastaj. Gjitha ajo lloj eksperiencë, dhe ti arrin, kam për ta kujtuar dhe ma kanë kujtuar shumë të tjerë, është një monolog kur i dashur i saj është spitale dhe po humbet jetën, i dashuri që është lidhur me dikë tjetër, nga këto historitë e telenovela që bëhet aty. Ky kaçureli që bëhet. Edhe emocionalisht ishte shumë i realizuar, edhe kjo gjë më Duhet ta shikojmë atë telenovelë. Patjetër. Kush është dublimi juaj, domethënë më i preferuar? Qofse e mbani mend thoni, kjo më ka kënaqur më shumë. Ka shumë, ja për shumë, Pinoku ka qenë shumë preferuar për mua, se nga punët e vështira ti merr shije shumë më profonde, bëhet fundamentale edhe ti futesh në thellësi, në qelizën e saj, prandaj merr kënaqësi shumë të madhe. Por përgjithsisht unë kur dubloj kam një kënaqësi të jashtëzakonshme. Hallakatem atje. Naqe me shijoj, e more energji direkte sa e mendove. Po, e dashuroj në gjitha rolet, shpërfaqem. Po kjo e fundit që keni bërë të kjo roboti i egër, kjo. Ka qenë e vështirë? Wild Robot e ka bërë. Duket se po, nuk e mbaj më mirë. Po, Wild Robot, po. Ishte edhe nominuar për Oscar. Po, ku e kishe nominimin? Po pra. Mirë. Ku janë çmimet? Pse çka kanë ata han mish njeriu? Mirë. Mua bëj tjetër, tem tjetër. Nuk fluturoj me mbrapashtesën. Stanislavski dhe antidot. Jena modest. Por dublimi vërtet më jep një ta zgjeron optikën mbi të parit të karaktereve dhe personazheve, ta zgjeron vërtet. Edhe të krijon momente shumë të bukura emocionale ku ti nuk do dhurohesh dot në një vepër tjetër. Ka shumë ndryshueshmëri, ka dinamik të madhe, veprimet, gjithçka është plot ngjyra. Unë që jam më i pak informuar nga këto dublimet se ne nuk kemi këtë zonë. Dua të bëj një pyetje që mbase fansat mund ta duan ta pyesin. Ju që merreni me dublime, që jeni dhe me shumë eksperiencë. Përfshihet karakteri juaj te ato që bëni për shembull, a ka ndonjë ndryshim apo është e njëjta gjë dhe thjesht e keni punë? Përfshiheni emocionalisht edhe ju ngel, se di. Ti do thuash ngel nga karakteri, pasi mbaron dublimin. Absolutisht, shija, po absolutisht. Ne pasurohemi, ne si veprues. Ne pasurohemi nga çdo gjë që marrim nga karakteret. Po ashtu, a japim ne? Po, absolutisht që po. Se ne me lëndën tonë do ta mbushim atë karakter këtë gotën. Kjo ka ujë, por dikush tjetër mund ta mbushim me diçka tjetër. Por ama është kjo gota. Ka këtë emër kjo gota, për karakteri mbushet
me lëndën tënde. Dhe ti duhet ta mbash veten gjallë edhe ta simulosh edhe ta mbash ngrohtë për të qenë sa më prodhimtare dhe për ta njësuar, për ta marrë atë lëndë që ta jep autori, ta futesh tek lënda jote dhe të nxjerrësh ti një ndjesi krejt unike. Sa bukur ka Më fosh. kujtohet lënda estetikës tani. Qa lënda estetikës, o Po, vlla, e kupto, këto, i thash ale lënda estetikës sa tash. Jo, dalim pikërisht ajo që tha Zysha që e shikon, e përthith dhe interpreton. Po. Percepton, recepton. Kemi 3 elemente, Krijon. recepton është ai procesi jot i brendshëm i reflektimit, përpunimit, edhe dalin të gjitha nëpërmjet imagjinatës, që imagjinata është një element i jashtëzakonshëm që kryesor. ka njeriu dhe për më tepër profesioni jon, që duhet ta ketë shumë të zhvilluar, dhe pastaj reagimi ai që del jashtë. Po. Janë këto 3 element pa të cilët nuk ndodh aktrimi, apo qoftë edhe procesi njerëzor në fakt, se nga është marrë aktrimi, nga procesi Atje, njerëzor, është shumë i lidhur me procesin njerëzor. Bëni si njerëz. Bëri Bëni bravo. si njerëz. Edhe Jemi një- njeri, po bëj si një njeri. Por edhe motoja tjetër në gjithë shkollat e artit apo edhe në Hollywood e gjithandej e keni mos aktro. Po. Po. Pra bëje sa më të vërtet. Ne duhet të rrisim shumë empatin, edhe një ndër elementet kryesore besoj për një student apo qoftë edhe për një aktor është të mos e vrasi empatin. Ne përpiqemi çdo vit, çdo ditë dhe çdo vit. Shoqëria jone vret empatin, pra përpiqemi të bëhemi të pandjeshëm për tjetrën. Po është shumë e rëndësishme që ti të futesh në këpucët e tjetrit. Kjo është gjë njerëzore, e bën kushdo. Nuk Po. është se ne jemi të veçantë. Po, Ne atë. thjesht e ushqejmë, duhet ta ushqejmë sa më shumë. Po ta bëntesh gjithë shoqëria, këtë do ishte shumë më mirë. Kam një pyetje tjetër. Ma le më mu një. Ma le më mu një Po, se e, vetëm Ne keni ke fakt. pasur ti Ma shkollë. le- Ne se kena pas shkollë. Ma vash. Unë kam pas, po nuk kam pas në fakulteti tjetër. Po ne kemi bashkëpunuar një herë. Ua sa me fat këta molla. Vetëm Kur ti kemi je bërë një regjistr. shu ande, Shu. shu. Ja dhe ti bërë një gabim si Arlini, zgjodhet ndryshe nga çdo e zgjidhje. Cili është virtyti më i madh njerëzor, jo vetëm njerëzor, por edhe profesional, që ti do t'ja ushqesh, jo vetëm studentëve ty, por edhe njerëzve në përgjithësi. Virtyti më i vyer është mirënjohja. E them me plot bindjen, sepse nëse ti je mirënjohës, ti nuk e humbet kurrë vetveten. Ne humbasin njerëzit shumë këtë. Shumë e humbasin. Nuk e Sepse vlerësojnë. rendin drejt një trilli, mendoj unë, të një deliri përsëri do futem Po. tek deliri, sikur unë gjithçka, por për të bërë unë, ti ke kaluar në shumë duar që të kanë ngritur e të kanë dhënë. Ti vlerësosh. Po. Edhe nëse ti i vlerëson gjithë të shkallë, Po. atëherë ti nuk e ke humbur vetveten. Më falë që unë jam çik si katunar. Unë Deliri nga çfarë manish është? ideali. Çfarë do të thotë delir se nuk e di për Me zot. të hy vet jam në qef. Kuptova. Do me thënë që kam delir. Hera Jo, parë me Ka në gjë, më ka mirë vite se që sa të njoh që vonë. të doli pak Pra e aksepti. tha, shkodranët Vetëm një herë. thonë, është madje e kanë mallkim. Po. Aty të hyft vet janë në qef. E gjeni dot nga është Zysha? Nga Shkodra pra? Nga Shkodra. Po po, boli po, botë se kishe për Jo, të s'kisha për dalluar ta deri kuptuar. para. Deri tani. S'kisha për ta kuptuar. Është edhe kjo një pjesë e punës time Kolosale. profonde, kolosale, vërtet, për të ndryshuar dialektin edhe për të qenë Ah, për të folur në sken me një gjuhë standardi. Sepse atë dialektin nga vi unë e kam në xhep, si i Po, thonë. pra, fjalës, keni se aty. mundem ta përdor kur të dua unë pa pik problemi. Se bët në njërë. Por kam bërë një shfaqje. E ke bërë një shfaqje E me kam Theksin bërë, Shkodran? e kam bërë. Atë se kam pa, do të bëj ashtu. Po, Rajt Lëvizin, Po. Ernest Koliqit, për kam marrë një satisfaksion të jashtëzakonshëm, Laqes. sepse u riktheva në fëmijërinë time, ngjalla gjithë plakat e lagjes që jam kënaqur, e kam shijuar pafund. Sa perle. Ju ndryshon zëri kur bëni Shkodran sen apo Them, s'ka? nuk e di se unë nuk e nxjerr shqisën këtej, unë thjesht luaj kënaqe me shijoj. Edhe mendoj një ndër elementet e aktrimit është ta shijosh edhe të shkarkosh çdo gjë tënde, shkarko. Emocionin. Po. Pra, të ndihesh i lirë. Të ndihesh i lirë dhe skena ta dhuron të kënaqësi, aty nuk gjykohesh për asgjë,
se në jetë nuk ke mundësi t'i bërë gjitha. E drejtë, Dhe një ndër e qëllimet drejtë. pse unë e kam zgjedhur aktrimin është pikërisht këtë. Që mund t'i Që bësh unë të gjitha. mund të bëj gjithçka në skenë, jam e lirë të jetoj jetët e tjerëve sepse jeta jonë është pak. Okej, do jap të intervistën, do shkoj në shtëpi, do filloj të laj, do Rutinë, të po. kurosë, do bëj. Edhe kaq mbaron. Dhe e bëjnë të gjithë Kurse kur e thon. të dhurosh emocionet, marrësh emocion, se ti në fillim do marrësh emocion Po, kur patjetër. njihesh me një karakter. Pra do ta veshësh pallton e tij, do t'i veshësh këpucët e tij, edhe çfarë do ndjesh? Dimensionohesh, është vërtet dimension tjetër. Edhe unë e adhuroj skenën në kuptimin e mirë fill të fjalës, sepse skena të ridimensionon ty, të jep kuptim shumë më të madh jetës tënde, dalin shumë pikë pyetje, kemi shumë pse, dhe për t'i zgjidhur këto pset, ti e bën jetën më të bukur, e bën më të larmishme, e bën më atraktive, edhe nuk bëhesh boring. Mua më kujtohet tek, nuk e di, mbani më në të serialin e Stele Jackie Chan? Dreqi. Po, e Jackie mbaj Chan? mend, e mbaj mend. Ai për shembull kur mbaron të seria kishte që më një intervistë me aktorin. Po, Edhe thoshte që çfarë pyet intervistuesi që çfarë duhet të bësh kur ishe i vogël, edhe ai tha, unë do të bësha shumë gjëra, doktor, president, avokat, por vendosa që të bësh aktor sepse ti mund e di që do t'i bëja të gjitha këto. Në vitet tamam, dita sa e pra. bukur. Shumë e bukur, po. Me Leje, aktori si bën tash. gjitha. Leje. Do Vazhdo. pyes unë tash zyçë. Hajde zë. Nga gjithë kolegët që ke pas në pjesën e dublimeve që të kanë rastis, më kë ke pas kimin më të madhe, domethënë që ishe shumë komode. Shiko, Kur dubloje. ne me kolegët nuk kemi takuar. Jo, po them edhe në shumë filma për shembull, ose edhe në skenë që të kam pa, me profesor Genci di ke një kimi shumë të frikshme. Po, shumë punë kam bërë me Gencin, është e vërtet. Por shikon, në dublime qëllon ndryshe, se ti dublon, edhe nuk e di kush është partneri që do kesh, edhe kur e Nuk është se shikon keni bërë shumë filmin. dialogje, apo jo, domethënë kanë qenë të rralla këto pjesët që i bënet me dialogë. Jo, shumë rrallë. Unë po them Okej. ka qenë vetëm tek topi, tek telenovela është bërë me dialog, okej. po është punë shumë e vështirë. Po. Është ekstrem e vështirë. Dhe të tjerat jo, janë bërë, po kur ti e shikon filmin thua, sa bukur, e di sa mirë që ndron. Edhe të kënaq ky fakt, të kënaq. E kisha edhe një me Pussycat, siç është një film. Po. Maçoku me çizme. Maçoku me çizme. Ajo, edhe buta. po. Buta. Edhe kur e si pash se tash, kuptova. sa interesante, shumë interesante. Pra, edhe nuk mundesh, filmi vizatimor ka një dimension tjetër edhe kurse Ua. në skenë me Gencin kam shumë punë, shumë Pas ka role. bërë zërin, nuk e pas Po. ke lëvizur fare zërin te kjo e Maces. Tani që jeni Ka qenë që nga fillimi deri tash te të filmat njëjtin që janë bërë. zë, Po. se pas ke ndryshuar Por fare. rëndësisht këtë e maj me vetë. Nuk e ndron. Si se Me kuptova. 40 e Nga një. Nga një. A më na falni jo E, se mo, Shiko çfarë ndon, me Erë. impostime për shembull, kur të zgjedhin për një karakter, ata ta përcaktojnë pak a shumë, thonë që unë të kam zgjedhur se ke këtë karakteristikë të zërit. Edhe ty të pëlqen. Nga një herë ti do ta ndryshosh, por edhe origjinali të propozon të rish brenda kësaj hullie, të mos dalësh shumë, se kërcet. Po. Edhe për të bërë ca gjëra ekstravagante, nuk do më pëlqente, sepse kur ta shikoj në anglisht edhe e shohin që vje për të vjell njerëzve, këtë s'm pëlqen të jetë kjo ndjesi. Në fakt, e Ka di pas ça. problem dikur, shumë më falë se po të ndërpres me pjesën e shqipërimit. Tani, më falë se thash dikur. Dikur kanë qenë sakta, po. Dikur ka qenë shumë të sakta. Edhe dhe i shumë gjenin korrekte, fjalët. edhe përshtatja ka qenë shumë e mirë. Fantastike. Kush mendon se ka qenë më mirë? Periudha atëherë e dublimit, edhe si kualitet filmash janë zgjedhur, ta valla pyetjen. Jo. As ka problem. Pak Jo, se fare. Nuk kanë nevojë për përgjigje, është gja Po, mirë, ma obvious, tashi- po Jo, vazhdoja. shiko, unë nuk mundem të them se tani është ngelet si rutinë kjo edhe si një lloj lavdërimi të brezit tonë. Secili Patjetër. brez ka kohën e vet, mënyrën e vet perceptimit. Hallet e veta. Po, sigurisht, edhe hallet e veta. Po, madje hallet e veta. Hallet e veta janë më shumë do t'i Para. prezentoj. Por unë i zbukurova pak, kështu i shkova kështu anash. Stele katonari. Kështu që nuk mundem të them që kur kemi qenë neve, se jemi lodhe, ne kemi pas halle tjera, zemër, pse jemi lodhe aq shumë. Teknologjia ka qenë Për tokë dhe sa Su e kishin bo dalë. pa kemi- zë, a po. kupton? Kurse brezi juaj nuk i kupton sa vështirësi tonat, se thot pse më çfarë, Jo, po le që diferenca juve ju ka është dalë shumë edhe qartë. ChatGPT-ja, ju jeni E, ju jeni s'mendoni as më tani. Varet, Kemi nevojë Ne tani. s'keni nevojë të mendoni fare. Ne jemi Do udhë. thjesht të mendojmë se si t'ja bëjmë pyetje që na japi Ah, përgjigje. bravo, po edhe kjo është një vështirësi në vetë, Ah, është vetë. sa po thua. Kjo është vështirësi e madhe. Po vuajmë shumë. Po ai kualitet që ka dalë vërtet është
Mungon sot. Po, i është bërë puna kështu Nga zero. me lup. Gjithçka me lup, edhe një grimc për shkak unë e mbaja mend që e më kthente për timbrin, për kujdes se këtu të ka dalë pak më kështu, kujdes edhe këtu. Ja, pra Dhe ti kjo duhet është ta ndryshime. memorizoje gjithçka, e lodhshme, e vështirë, por shumë e bukur. Kjo është ndryshimi. Do të të kujtoj sken di, tjetër, një Angli. aktor, një rol tjetër që Zysha nuk e ka ndryshuar fare zërin. Paha. Ta gjeti Cody Banks, Ku për film të artistik. Po, te Cody? Filmi i parë. filmat artistik. ka qenë po. ajo agentja. Agentja kam qenë, po. Ajo që serviste atë Ajo që kishte fiksim kodi dhe gjithë trupa e Tias. Po dhe filmat artistik për shkak janë shumë të japin një emocion krejt tjetër, sepse ti ke figurën ndryshe nga kuklla, se kuklla nuk ka shprehi në fytyrë. Po. Kurse mimika emocional që vjen nga brenda del jashtë, ajo do përshtatjen e mirë, e do që ti të futesh brenda të gjithë gjendjes së personazhit edhe aty të rrethohesh lehtë. Prandaj ishin shumë të vështirë filmat artistik. Që ka më vështirë ajo, a? Po, më e vështirë është. Është më e vështirë, se te kuklla ti nuk ke shprehi, ti nuk ka ti s'e bën emocion. si dua. Ti jep sa të duash, e ke Sidomos pak të që janë kufijat. 2D që janë flat Po, fare nga ana e fletën ti imazhit. je në rregull me atë. Por këto artistikët po janë të vështirë, unë jam me përgdhelur pak këtu, sepse unë më zgjidhin pikërisht për këtë gjë dhe jam Jem mirë. Je me fatë, Me fatë. E di Po, ka pëlqenin. Se le, nuk të le liga, jo, nuk të le. Nuk të të lë. Hajde, e funit se marroj pjesa 2. Tek rrëfinjat e peshkaqenit. Po, Ndje. kam atë... Ai peshk. Ai peshki, e kuqja roz. Në roz në të Lejlaja. kuqeshe. Lejla. Lejlaja. Lejlaja. Po. Ta marrët kokën tënde, Ka po flisë dhe shpejt ajo, e ke qarë. Pa, e bukur, shumë e bukur ai. Po, e ke pas ishte dhënë. film i mirë ai. Ishte shumë film i bukur ai. Ato filmat Shkëlqeni. mirë. Janë ato ca ishin filma që votë të habisin sa Hollywood, bukur janë. Shumë bukur. Shumë bukur. Shumë bukur. Më Edhe shikohet tematika që Po. trajton kur dikush merr famë etj, Po. i Ishte humbet fikse jona. marrëdhëniet e mëparshme. Po, fikse jona. Fikse Fiks jona. njerëzore, Arlin, mos u shqetëso, fiks njerëzore. Ajo Jo vetëm e jona, e Foli njerëzore. zyshare. Në falë mylla, Ja, bona është gabime. në çdo lloj shtrese shoqërie apo në Patjetër. çdo lloj profesioni ndodh kjo. Është tek mirënjohja. Ë? Pra ne nuk jemi mirënjohës, nuk jemi mirënjohës për atë që ne kemi kaluar bashkë dhe bëhemi bukshkale, shkelim shumë lehtë. Edhe prandaj thash cilësia apo vlera njerëzore është tek mirënjohja. Kur dikush e thyen marrëdhënie dhe nuk ka fare dhimbsuri për atë thyerje të gjithë asaj periudhe që ti ke kaluar me raportit me një person dhe shkërmoqet kaq thjesht, këtu është një mosmirënjohje shumë e thellë. Dhe ka të bëj pastaj me atë person, me atë karakter, se çfarë është, si rrugton. Mbylle pjesën t'ja fusi një qame unë edhe. Sa çaj kolegu katonar, 5 minuta, shifte pjesën e tretë. Shadow Clone. Nëse Pinoku do ikte në një intervistë puna, do kuptoshe që ka gënjur në CV? E bën Odi me prezantim për një pyetje të tilla, kuptoni? E përgjigju se pyetje e vështirë, kujdes. Nëse e ka bërë me ChatGPT, po. Unë për vete e dalloj. Me njëre e dalloj. Bravo. Erdi Zana. Ky është moment shumë i bukur, kjo pjesë e Zanës. Shumë i bukur është. Kjo Zana per Do të thënë figuracionin Gjatë çik me Barbardhën. Po diskutonim. Po, besoj është, po. A nuk gjanë për Bardhën? Jo. Veç se Barbardha i ka flokët e zeza. Po, s'ka problem, po. Në fakt, shumë nga princeshat, por edhe Zana, kjo është një kuriozitet, Zana dhe Scrambly janë marrë si inspirim nga dy aktorë të famshëm italian. Cilët? Bud Spencer dhe i tjetër? Terence Hill. Terence s'po vite. Jo, nuk e mbaj mend të saktë emrat, por kur pash foto tash po, madje duket se kam. Atëherë je pushuar, ktheu kur të kesh informacione të sakta. Zana për mua te ky film personifikon maman.
mungesën e mamas, edhe si ndjeshmëri, si ndjesi e Pinokut, sepse ai njeh vetëm babain, edhe nuk e ka atë ndjesinë e mamas. Edhe nëpërmjet Zanës më duket, ose më dukeshe mua, dhe më pëlqente të ishte kështu, që ka shpirtin e mamas, është ai shpirti i mamas që vjen edhe jep ngrohtësinë e madhe. Po, edhe shndrimin ja bën. Dhe është e çuditshme sa afrimitet ka me Zanën, duke qenë se më vërtet nuk e njeh konceptin e mamas, është përpisim. Prandaj them, pikërisht nga kjo duhet jetë A mos është diçka thjesht e brendshme që e ndjen edhe fëmia, siç e ndjen nëna Pikërisht, ashtu nga ajo e brendshme, po. Ajo ndjesi e pashpjegueshme me fjalë. Bulfi i binte ishte xhaxhai. Bulli këti për mua është vetvetja, është uni dhe esi që luftojnë brenda teje. Ne jemi gjithmonë dy, ne nuk jemi një. Përderisa kemi një mendim që kundërshton mendimin e parë, jemi dy persona. Jemi dy. Pra në them të shkoj apo të mos shkoj, del ajo tjetër apo mos shkoj, dhe secili nga mendimet jep argumente dhe kush e mund tjetrin. Jena në luftë çdo ditë. Në luftë çdo ditë me vetveten. Pra për mua ne nuk zbulojmë asgjë tjetër nga jashtë, se sa zbulojmë vetveten në marrëdhënie me jashtë. Po. O vlla, unë po mbaj shënime, vazhdoni. Unë kam ka pyetet i kam mamau sot. Vazhdo. Regjistron. Kështu krizë për këto life decision. Që sot nuk do jem, si që isha kam do ndryshoj. Do bëhem njeri vërtet. Të duhet një stet. Djali vërtet. Duhet bëhem djali vërtet, ashtu. Do bëhem djali vërtet. Ose njeri i vërtet në rastin tim. Duhet jemi njerëz të vërtet. Është problem kjo, nuk ka njerëz vërtet, janë shumë pak. Po janë shumë pak sepse lufta me veten është shumë e madhe. Pra, nëse ti punon shumë me veten, ti je duke shkuar drejt të vërtetës dhe ta pranosh vetveten. Është një ndër sfidat më të mëdha. E kanë lësuar veten, nuk po e bëjnë më me veten e veta, kupton, tani janë edhe këto. Ju keni pas të drejtë. Tani është momenti që do ta them. Ju mamat, keni të drejtë olla. E ka fajin telefoni. Më beso. Për çfarë? Për çdo gjë që po na ndodh neve, jo ty se ti je 70 vjeç. Për neve. Unë kam lënë po tjetër. E ka fajin telefoni, më beso. Keni pas të drejtë kush na e ka thënë. Shiko, telefoni është një mjet informimi, nëse ne kemi shkuar në biblioteka dhe në për librari dhe kemi kërkuar libra pafund, është informacion. Dikur thuaj që informacioni është pushtet. Nëse unë di më shumë gjëra se ti, kam marrë informacione më shumë se ti, do të thotë që unë jam më i pushtetshëm se ti. Tani çfarë është kthyer? Gjithë ky pushtet në fakt po e mbyt botën, sepse ka informacion nga më të ndryshmet dhe i dyshimt për vërtetësinë e tij. Nuk merret më vesh tani. Pikërisht. Tani nuk e dim se cili informacion është i vërtet dhe cili është gënjeshtër. Edhe imazhi është gënjeshtër tani. Pikërisht. Unë shikoj ca video e kështu dhe më bëjnë përshtypje shumë, edhe ja çoj fëmijëve. Është AI, ma bëjnë mua, më duket vetja ignorante. Nuk e faj. AI, ma, mos u gënje. I bëjnë aq reale, sa ti mendon. Jo, mua në fakt nuk jo imazhi, se sa përmbajtja imazhi. Ajo më shqetëson mua, them, wow, çfarë po ndodh, shiko çfarë situate, unë e shikoj edhe me optikën e një profesionisti tjetër. Dhe shikoj me këtë dhe dua ta vëzhgoj si ku i ka vajt menja për këtë fenomen dhe situatë, si e ka zgjidhur, si e ka bë, dhe ato më thonë është AI. Është pak zhgënjyese. Është zhgënjyese, nuk. Edhe Instagrami i Arlinit është i tillë AI, nuk është ashtu, jo, nuk është. Nuk është ashtu siç duket. Duhet të vërtetën vëlla vjen këtu. Pse vëlla? Tash mos i bëni like Instagramin se nuk është ky. Pjesa e librit është shumë e veçantë. Gjithmonë. Ska si libri. Po të marrim dhe Pinokun që po shohim. Unë prap nuk e ndrojmë botë, sa do ta shoh, sa do ta dëgjoj. Është ndryshe kur ta lexonin prall kur ishe fëmijë. Është shumë e vërtetë. Ose kur e merrsh ti libër vëllai. Po imagjinojo, imagjinata. Është imagjinata. Aktivizohet dhe zhvillohet jashtëzakonisht shumë. Ti je i lirë të shkosh kudo për te atij imazhi. Për zotin. Mos të themi që gjëja më e aty ta kanë dhënë gati, domethënë ti aty dembelosësh. Po. Ku kishte shanse kur ishin fëmijë. Shumë e bukur. Brezion, një tullë kishte makinë, kishte bombe, kishte ku e diun parashut. Ja çfarë imagjinate, çfarë kemi kapur dhe ne këtë. Po shqyr, po tamam. Se do të thonë ti më këtë se jam i vjetër. Ore na futi gjithë. Ne po pyesësh mua. Jo, ti je re, po leje këtë. Mi mund kara flokët, prandaj ç'ti bëj. Lëre, un flokët i kam. Mashallah. Po të më binin edhe flokët, vaj me.
Lene mo, Larg që kam qik mjekër krenarise. Po shqyre rritë prapë. E po ishin shfaqe teatrale, që të bëjmë? Po, Fal, jepi. Jo, unë thjesht dhe të kaloj të gjithë rolet që ju keni bërë. Unë kam nxjerrë një listë. Po. Unë si kam numëruar, nuk e di sa janë. Pa më Jam pa rak. fund. Ishin shumë. Ullore me fjalë. Prandaj bëra listë. Po para se të fillosh ti do them dhe një që ka bëu zysha që është tash, domethënë e viteve të fundit që është kërkim të Dorit. Dori. Keni bërë Dorin? Po, jo të para, të dy Të kërkim të Dorit, jo të Nemos. Dyshi shumë interesant, i jashtëzakonshëm. Personazhi Sa ta të pyesja për personazhin e Dorit. Sfid më vete ka Sfid, qenë. Me veten e veta, sfid. jo. Po. Duke u futur edhe pak në psikologji për të kuptuar çfarë ndodh me memorien afat gjatë dhe afat shkurtër, sepse ai është problemi i saj. Ti arrin të kuptosh shumë që një njerëzore që e vuajnë këtë problem. Edhe mua më pëlqen dhe jam partizane e mbrojtjes së çdo lloj sëmundje e cila nuk vjen për shkakun tënd. Edhe nuk do doja kur që ne të talleshim dhe e kanë porosi sidomos studentët e regjisë nga unë që në mënyrë absolute ti nuk duhet të tallesh me një problem shëndetësor, me gagaçllëkun për shembull, siç apo me një problem me të verbrin në komedi. Jo, është e ndaluar, apo me një të çal etj, sepse për të rrëmbyer ti disa të qeshura, ti je duke lënduar shumë njerëz që ata nuk e kanë për fajin e tyre se janë të çal apo se kështu është fatkeqësi dhe ti s'mund të tallesh me fatkeqësinë e tjetrit. Në një dram po, duke e futur në një dram një personazh me një ndryshon ajo. Po, ajo ndryshon perceptimi dhe ti ke një solidaritet, pra je duke ndihmuar atë qenie njerëzore, je duke dhënë forcë. Konotacioni veprës që të ndihmon. Je duke dhënë forcë atij dhe jo duke u tallur si në komedi. Kështu që është shumë e rrezikshme kjo pjesë, por ne duke qenë se jemi të pandjeshëm dhe tallimi me një fatkeqësi të dikujt është për mua është dobësi. Është dobësi, është mos karakter. Është je një qenie e dobët i cili përpiqesh të fshehesh vetveten mungesat e tua nëpërmjet një defekti fizik të dikujt. Duke ofenduar tjetrin. Ne mbajmë përgjegjësi për atë që nxjerrim nga goja, për mendimet tona, për fjalën e mirë që kemi vështirë ta themi, se të këqijat i themi shumë lehtë. Shumë lehtë. E për këto duhet mbajmë përgjegjësi dhe për këto duhet ose të përqeshemi nga komedia, po jo për një këmbë të çal apo një problem me të folurën apo një defekt që është ti nuk e ke në dorë. Edhe kjo do ishte një thirrje shumë e madhe, sidomos për brezin e ri që bullizojnë fuqishëm nëpër shkollat dhe shumë të rinj mbyllen në vetvete dhe krijojnë pastaj fatalitete që promovojnë. Është fatkeqësi e madhe për shoqërinë. Jep të ato të listat, lutem se... Jo, sot është dita e të qames. Thash në episodit 13 la. E pas ke pasë drejti. Voglushja u rrit dhe shpëtoi kinën. Ke fasolet? U ta dhe mua si sa thua i vika. Ama se ti s'ke ndaj defekt i riord. Ai e ka të inkorporuar. E fshehim. Deliri E fshehim shumë mirë. Te një përbindësh në Paris. Modi. Modi. Kush modi? Ajo është shkurtra me syze? Tani ma kujtova se s'u kujtohesh. Emil, sa mega e dashur Emil. Po, e dashur Emil, po. Të gjithë qend shkojnë në Paris. Kjo është një ndër filmat e mi të preferuar. Charlie. Bukur kjo. Ai është shumë i trisht. Kush jeni ju? Kush jeni ju? Kush jeni ju? Se maj me kushem. Ana Marie, te filmi i parë, Po. që ke bërë vajzën e vogël, dhe te filmi 2 Sasha Lefleur. Po. Po, është dashura e Charlie. Dashura e Charlie te filmi. E para është vajza e vogël ose filmi trisht është ai. Është filmi unë dua fort. të them edhe një informacion tjetër që në dublimin origjinal, do ta themi këtë, në dublimin origjinal, aktori që ka bërë Charlie, i është dashur 2 orë, mos më shumë ose 2 ditë, që të arrinte ta përfundonte dublimin. Pse? Sepse vajza e vogël. Për atë sekuencën që është te krevati. Vetëm për atë sekuencën që i thot mirëpafshim. Po. Sepse
para disa ditësh se të mbaronte dublimi, vajza e vogël, dublantja, është vrarë nga e jati. Dhe ka qenë vajzë e vogël, realisht. Ka qenë 8 ose 10 vjeç diçka e tillë. Mi, po mos i jep kaq shumë detaje, nuk ka nevojë se na. E përjetoi ai shumë, sepse ishte pikërisht momenti se ajo kishte arritur ta mbyllte dublimin e vet, dhe kishte mbetur vetëm dublimi i tij. Edhe ishte një moment që ai po i thoshte mirupafshim vajzës së vogël. Na le tash mos ta futa. Sa të mëshme pas ka qenë. Kjo kompania i film është aq nuk e di. E ka shpirtin e dublusit brenda. Nuk shikohet më ai film, jo, sa pas. Tamam i trisht, të jepte një ndjesi. E pas ka pasur të gjithën e vërtet. E ka marrë me vete, më është energjia e njeriu që si përçohet. Energjia, po. Dhe unë kam dëgjuar në anglisht. Edhe mënyra se si ai e dublonte, mua thjesht më bën me shikokra kokra. Sa të mëshme. Duke di, përjetova shumë dhe Drotem. Ta lutem, shkote tjetri. Kam një tjetër, kjo është shumë legjendar. Bar, mbreti elefantëve. Mbreti elefantëve. Qa filmi është ai? E kisha harruar që ekzistonte. Ku keni bërë? Ma thoni mua që ishte majme. Mbretëresha Celestia. Si mbajmë në temrat. Elefantja më bën mbretëresha. E nuna! Te filmi Balerina. Po, balerina, te Odetën, po. Balerina? Balerina? Atë vajzën e vogël jetime. Mos e shkatro, po jo, më jo. Kujto çik për kjo, se mbaj mend. Asu se mbaj mend. Mos ti s'ke parë me film për goca të vogla. Me mbretëresha me kështu s'ke parë. Ndoshta s'më kujtohet, po Odeta më kujtohet ndaj vetëm Wings. Bambi, no. Bambi. Ka bërë maman? Maman. Maman, edhe aty, për shembull, atë e kam pas shumë vështirë, po. E patë me sikletë, e patë me emocion. Po me emocion, emocionalisht, se të ndaj, kur ndahet nga jeta, ishte e trisht shumë. Ajo është shumë e trisht. Po Bambi është shumë i fuqishëm si film, vallai. Po shumë i fuqishëm. Nëse ti s'mund të thuaj diçka të bukur. Atëherë më mirë mos fol fare. Edhe unë pasi e kam dubluar atë film, e kam pikturuar Bambin te ballkoni, te muri i ballkonit aty, se kisha gocën e vogël. Edhe pikturolla. Po, pikturoj, po. Zgaravis, se nuk mund të them pikturoj. Sa modeste. Zgaravis për qefin tim. Domethënë mendoj që arti figurativ është një shkarkesë energjie e jashtëzakonshme. Është shumë. Si e veç me vetveten, edhe nuk ke fare problem se si. Ekspresioni gjallë. Arratisesh bukur, edhe unë më zgaravis her pas here. Ajo është. Më pëlqen shumë. Të kuptoj. Edhe kjo të zgaravina. Bëj edhe pak atë Bob ndërtuesin se sapo kam bërë një mur me shishe. Sa perle. Më pëlqen. Sri do të pushim me. Kam defekt. No, është gjë më e bukur se po. Tek filmat e Barbit. Po. Ka bërë personazhe të ndryshme aty princesha. Se zëri juaj. Po. Se nga që është me shumë seri ai. Është me film, me shumë film. Rapunzela, Barbie me Sirena. Rapunzela. Barbie Rapunzel ka qenë. Jo, Rapunzel se kam bërë. Barbie Rapunzel ka qenë me dragoj. E njëjta po është bërë kështu nga këto. Ka qenë me dragoj. E ka qenë e preferuar ime nga Barbie. Të vllaja ri dyshi. Ja, edhe kjo ka qenë. Të vllari dyshi që keni bërë. Filmi ka bërë shumë. Shumë të prit. Sa kam qarë edhe të ky. Nita. Nitën? E dashura po, që bëhet arush edhe ajo. Shumë i bukur. Ai është nga filmat më me mesazhe. Shumë i bukur, jashtëzakonshëm. Edhe prek një pjesë që s'para preket për vllazërinë, kupton, s'para preket. Jo, s'është puna vetëm për vllazërinë, ajo është hakmarrja, kërkimin vetvetes. Po, shumë procese. Kërkimi vetvetes, ajo është thelbi i atij filmi. Shumë i bukur. E gjete vetveten që u bëra ari vlla? Po, aty pra. S'ke nevojë të bosh. Ha më thashë. Rjeta Charlottës. Vetë Charlotte. Edhe ajo është shumë i bukur. Shumë film i bukur. Sa mesazhe të bukura, po ti që tek teksti, tek mënyra se si ndërtohen karakteret edhe dinamika e marrëdhënieve shumë të bukura. Edhe fjalat pastaj. Postulate, unë se di se çfarë do të thotë kjo. Sa bukur flisni ju artistët, Ma bëni Allah. Lexon për drejt, lexon e cik. Do vi te shkolla juaj. Ashtu po. Shumë më pëlqeve. Bëj një master tjetër, do ta bëj për emocion, sepse tani jemi artist. A bëj për dublues? Sigurisht që bën. Çdo njeri bën, mjafton të ketë dëshirën, po.
Unë mendoj që s'ka asgjë të pabërshme, absolutisht. Çdo njeri e ka një Çdo njeri karakter e si ka- përshtatet. Po çdo njeri e ka aktorin brenda, se aktori ka lindur shumë herët. Unë mendoj që Që çdo tek njeri epoka e është gurit. Në vërtetë. artist. Po, çdo njeri është Çdo njeri artist. është artist në formën dhe mënyrën e vet. Po, varet si e shpreh, nga Po. del, si. Edhe varet si ta jep shancin jeta për ta shpërfaqur. Pikërisht. Se dikujt nuk ja jep dot. Apo varet se si vinë rrethanat jetësore dhe nuk mundet dot ta shpreh atë që ka brenda. Por çdo njeri është artist. Po. Çdo njeri është nevojë jetësore ti je artist. Asa Branca. bukur. Do të dalte një rol tjetër që mu pëlqen shumë fare që e keni bërë, që ishte pikërisht kundër artistëve, Po. Mama Imelda te Koko. Edhe te Koko, sa i bukur e filmin Shumë. Kokoja, Koko. Mos më shif mu vlla fare, nuk du. Koko. Ti nuk je artist. Koko është ai Djali me kitarë që që shkon në botën e në shpirtrave. botën e Oh, shpirtrave. sa i Sa i bukur ishte, bukur ku keni është ai bërë ju aty? film. Mama Imeldën. Mama Imelda. Wow, qa perla ajo. super Sa i mega. bukur. Edhe ca këngë të bukura. Ai I momenti bën me ku- shqip ato nuk të e lutem. marr duke. Këngët e? Jo. Jo, jo, Se- të lutem, a thoya të, unë dashuroja muzikën, kur bashkëshorti im luante dhe unë këndoja. Ajo ishte, nuk e di, rënqete. Po ti bën e romant kishe, një fjali. Thuaj këtë fjalin. Muzikën, shumë e bukur. Tani do ta riprodhoj, po thua. Ma jep tekstin edhe një. Unë e dashuroja Unë e muzikën. dashuroja muzikën, kur bashkëshorti im luante dhe unë e dëgjoja, ishte si... O, zot. Ishte fer. Oh, këto episode fatshim. Amin, u shtofshin. Amin. Kema? Po, sa dush. Ha, o, bo. Tek Fantastic Mr. Fox. O, fantastiku zot e dhejlë për. Po. Edhe ai, Zonja Ai Dhelpër. vjen. Zonja Dhelpër dhe është dublimi origjinal është Meryl Streep. Ja, te keqe. Dhe ishte për Oscar i nominuar dhe unë jam gëzuar shumë kur merrti ai mirë, propozim. mirë. Dhe ke dy filma tash që janë nominu për Oscar. Jo, Që po- jo, Jeni ka më shumë, Oscar ka më në shumë. Shqipëri. Ka Që më po shumë, i ka shumë ato atali. diskuti, po Ka ta më falë, shumë, ta ka më falë. shumë aty. Ata mo vëllazë, neve. Në Shqipëri. Ata. Në Shqipëri jeni ju, mos e vit më një. Jo, nuk Këngë të preshin lumtura. vetëm e gatuaj. E bëj byreka një herë. Pa e bëni byrekun, jemi Pa e drejt. ka që e deri këtu. Nuk e përdor në shumë gjëra. Më kujtu ca fjalë për gazit, po nuk është e di se jemi në Ja, kamerë. Vazhdojmë, vazhdojmë. Mjaftueshëm, Jo, mjaftueshëm. jo, lash. Këmbë të lumtura, Pa që Normagjin. Kush ishte Kom kjo të lutur tani? ato pinguinët. Po pra, Normagjin. po, Mamaja. shumë Kë? bukur. Mamaja. 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 Po, mamaja. Si Edhe- bëjon sikur mamaja. Shumë interesante marrëdhënia e Shumë pinguinëve. Unë aty e mora interesante. vesh që baballarët I mbanin. i I mbanin. mbajnë. Edhe Po. mamaja shkonte në punë. Po punojnë ato. Punojnë ato. Kishte Interesante pushim shumë. sa ta Por më bota. pëlqeu shumë sepse familja ishte primare. Mhm. E jashtëzakonshme. Edhe Do me mesazhet thënë, i kishte. Po, dhe vetë pinguinët U pra e përfshim kishin shumë si maman, pinguinë edhe ne, valla, ishte shumë e fortë. familjen e kishin të shenjtë dhe ata nuk trattojnë. Shumë, Po, nuk trafton. Interesante. Kjo është Po e shumë- kanë këtë pinguinët Po, pra. nëse Jo, jo, humbet jo. partnerin deri në fund jetës. Pikërisht, nuk. pinguinët, Sidomos pinguinët pinguinë, perandor. jo kukullat, Po, pinguinët. Po pinguinët tamam. Një të pinguinat që njohin. Jo ky pinguini këtu. Jo, unë jam i pastër, unë beso. Si jam bërë akoma pinguinët. Epoka e kumnajave. Edhe te epoka kunajave. Ha më jepë se s'po vjet tash të lutem. Shirën. Tigreshën. Tigri. Po. Ua! Është e momenti. E ka zëri. Kur i hidhem aty tek fyti aty. Po. Mos më thuaj kotela. Mos më thuaj baba se e ka inë, mos më thuaj, mos më thuaj më kotele. O vlla, po thuaj çik më shpejt o. Ha më jepi ritë musta, ritë musta. Ore, nuk, do me thënë kanguri Jack, Ha. Pra, Jesi? E mamen kangurin Gjeko vlla. A më këta të shokët që shkojshin Asun se majnë. shkojshin në savan, është i Është kangur ma- që vishet shumë. Kush Me- ishte? Kë ka bërë? Jesi. Gjesi. Ajo goca. A mos e vetëm i Unë se goca. majnë. Ah, s'po ti fare. Ajo unë parë. Ua! Bra, qashtu. Vazhdojmë. Tek Lili dhe Ndacaku. Angel. Angel, po. Ai Me ata i qetë, vlla, i qeni gri, Ai qeni- harrakati. Qa Jo, perde. Angel, mo. Angel. Jo, po them ta i thot për filmi, atë, flet te për ta filmi filmi, Te pa. filmi. E Dy di kush po, është ditë kujtova, dhe Ndacaku apo jo? kujtova, po. Okej. Watch for filmi. Madagaskari.
Po, Madagaskarin, Gjia. Leopardi. Leopardi. Po, është kjo me cirku. Me cirku, tek cirku. E ke zërin. Cirku, afro Po, cirku. po, Jo po. cirku, e ke zonë fiksa, e ka po. Pika dhe Afrika. I like the e-box. Shumë e bukur. Watcher, Mufasa, The horror. Lion King. Po, Të se kam pak të po fundit. Mufasën. Te Mufasa, te Te filmi. Mufasa? Kë kemi bërë? Mama. Esha. Jo, ka qenë, është filmi i Esha. Mufasës, që ka qenë Ah, Mufasa. kjo tani. Si u Është bë po pra, Mufasa si u King. bë Mufasa King, Po. po, është më vonë ai, po. Atë se kam Esha. Se kam patur tash. pasun atë. Te filmi avionët. Të avionët që është Nishani. si makinat, po është. Avion. Avion. Se për pak e avion. thash makinat. Që fluturojnë. Futuroj. Ishte Ishani. Ai aeroplani që përfaqëson të Indin. Ashtu, ha? Po. Se maj me fare. Okej. Kena i të fortë dhe Ah, mbyllim së këtu një këtë fundit. pjesë. Duke di, do më thënë Na ra. Rise of the Guardians. Herojnë të legjendave. U lodhe dhe ju. Do më thënë Babagjyshi, Zana Dhëmve. Zana Ah, Dhëmve, more. Zana Dhëmve jam, po. Qartë. Ja, shef, me personazhin ai thuj se i harrojmë Po, pra. sa. Bota e surfit. Po! Surfi, po, edhe Lanin ajo. kë ka bo? Jo, Lanin. po Lanin. Lani ka bërë. po. E Harun, e ke haruar Harun, se Po, shumë. filmat e Studios Ghibli 2 për filmave të Studios Ai Ghibli. më ka pëlqyer shumë. Shumë e bukur. The Cat's Return. Po. Haruja pra. Haruja. O A e çfarë mamën të film personazh. kush është apo jo? Si Kam e di, sugjerisht, ato okej. i kishe preferuar unë Po të pra, panim pas. Ai më ka pëlqyer shumë ai rol, fantastik, edhe për mënyrën fryma që përmbante brenda, rrugtimi. Ai është për pjesën e brendshme, reflektimit të brendshëm, receptimit, që ti lundron dhe kupton vetveten në gjithë këto etapa zhvillimi. Po. Edhe Është një fiks adoleshente, adoleshente, sa do- sa e adoleshente. bukur. Çfarë perceptimesh, e çfarë receptimesh ka ai film, edhe unë do doja që gjithë adoleshentët ta shikonin. Për të parë Shikojeni vetveten shpejt. brenda. Je Është thashë. shumë bukur. Bravo, ty të dëgjojnë. Po se ti e Neandertal, vetëm me të vërtitme. Po duhet bërtasë që ka Edhe në formën urdhërore, shpejt. Patjetër. Ekzekutive. Now. Princesha dhe Bretku. Si? Princesha dhe Bretku, se kujtoj. Ka bërë atë Shoqën e kësaj. Te ajo Charlotte që ajo mbret Labov? ajo princesha me ngjyrë. Ajo e verdh, jo, që ka të breshkën. Apo jo është ajo bjondja. Po pra, Ke është bërë atë bjonde. Po tregoj bjonda. filmin, Shoqja. po tregoj filmin se nuk Aha, mbani mend, e mbani mend filmin? Nuk e mbani mend. Nuk e filmin. mbani. Pra edhe po ja them Buzhani. Na fal. Që kthehet në Bretkos pasi putha të princin. Që ishte po Okej. Bretk. Nuk e mbaj mend. Ja se ta them unë, ta them unë, ishte ai princi Mos Bretkos. harroni se un po plakën. Jo më po janë ai Princi shumë Bretkos, sa. I vet e kësaj gocës me ngjyrë të zezë. Po. Edhe i thot më pus të Jo, me bëhem ngjyrë- princ. Ajo bë Bretkos për vete. Po. Edhe pastaj bëjnë atë rrugtimin që Shumë bukur. njohin veten e vet. Shumë Nuk e bukur. mbani Do prapë. nuk Ja ka mbani lofshin Dulito. mirë. Nuk ka problem. Dulito. Kë? Me këtë do ta mbyll. Ah, Dr. Dulito. po. Zonjën. Ka bë zonjën Doolittle. Ka për zonjën Dullit. E kam bërë. Nuk e Zica perceptoj dot t'ju kaq them. shumë, është too much për Nuk po mua. E, dia o se mashkulli këtë zgjidhja alfa. prandaj po E kam bërë. Dhe aty keni qenë super treshe, keni qenë ti, Me Nerin? Nerita Neri Liqe Liqe. dhe Gënsfuga Edhe Genci, propja. po. Ça perle. Ka për mërnjoni atë, E. më furdunoj. Deri Gwines dhe banja. Ça perla ka Shumë e qenë bukur, ato. atë është shumë i bukur. Shumë i bukur. Shumë e bukur. Zysha, Shumë i bukur. shumë, nuk e di. O, zotë. Na keni Nuk knaq. knaqëm, faleminderit, si Nuk ishte e di, dhuratë ishte shumë e bukur për fantastike. ditëlindje. Wow, Faleminderit. wow. Përveç Ne kena marrë kësaj, dhuratën përveç. tonë, kena marrë Ne, dhuratë. ishte ne shumë. qerë dhe ti ishte dhuratë për ne. Çfarë? S'ka si ne ka në Kemi ditëlindje. si e shlyem. Jo, Kemi si e shlyem. neve arritëm Faleminderit fund shumë. gjithë të dashur, tashi normalisht kemi nuk mund ta Falenderimet. mbyllim dot pa falenderimet e bashkëpunëtorëve tanë të Enzo Atinit parin, që Faleminderit. Enzo Valendenci durove Faleminderit. dhuratën. Dhuratë son për sot. Dhuratën për sola, sa bukur. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Wow. Gjithashtu- Jeni vërtet shumë mirë, krijuat një atmosferë shumë komode për mua, që gëzojmë. t'jem edhe unë e Kjo ka lirshme, mos rëndësi dalun që kështu ti- si Jo, E jo, lashtë, por e lashtë. vetvetja çapo. çfarë bënit ju në kohën tuaj? Shatë. As që bëhet fjalë. I pres buzët kush e thot. Ashtu bravo. Jo. Ashtu bravo. Falenderim shumë e veçantë edhe për Për Amasti Qartin, që na ka bë këto qenismet e Të bukura. pëlqejnë? Shumë Të bukur, pëlqejnë? shumë I ka bukur. bërë, i ka bërë bukur, I ka bërë i për ne. lumshin duar. Do kemi edhe një dhuratë shumë speciale për ty, përshtatur me Zyshe. tematika të ndryshme. që Ashtë. Do kemi edhe një dhuratë shumë speciale për ty. Mm. Nga AME-ja. ë
nga ky Bobi këtu, një gjë speciale për ty, do ta japim së shpejti. Sot nuk e kishim dot gati, me thënë drejtën se ishim pa përgatitur, po është dhuratë për ditëlindje. Faleminderit shumë dhurata sot, faleminderit. Për ditëlindje pra. Shumë. Jeni shumë. Gjithashtu pas e kolegë. Kemi edhe Flower Decor DM që na ka zbukuruar me lule, dhën dekore me lule plastike, lule naturale, kush të doj ti shkruaj. Sigurisht. Shumë faleminderit. Dhe e fundit, por jepi se jemi në limitat kohës. Nuk diskutoj. Ashtu. O Zyshe, ke parasysh që ti e kërkon relaksin, e do, por në vitën private jon ti e gjen aty sepse natyra të rrethon. Je në vetvete, ke një rol shumë të rëndësishëm që do ta bësh dhe do qetësi, shko atje. Shko atje. Me ambiente për ndetur, për të fjetur, me oxhak, me super kuzhinë, me dhoma të gjumë qafë. Ta marrë edhe një me vete apo? Ta marrë. Atje mund bëshi tuf me njerëz. Këtë gusti. Dhe të doni, vetëm kontaktoni, rezervoni ditët e juaja dhe kaloni mirë. Shumë faleminderit. Sa bukur. Zyra shumë falënderim Falënderimi është më speciali. Për ju. Faleminderit. Për çfarë keni bërë, bëni gjithashtu akoma. Dhe do vazhdoni të bëni. Është nder për ne që jeni qisit këtu sot. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë me zemër. Atëherë falënderim shumë special edhe për ju që na ndoqët deri tash, bashkë do shihemi episodin e 14. Të parafundit. Të parafundit. Mirupafshim. Mirupafshim. Shadow Clone.